Jemi live në mëngjes sërish në këtë transmetim të drejt për drejt, ku do të fokusohemi tashmë tek ajo çfarë po ndodh se takon tregu të shpërndarjes së lëndëve narkotike. Janë 3 të rinj të cilët janë arrestuar gjatë orëve të fundit për shpërndarjen e tyre. Ne do të kemi më shumë informacion lidhje me këtë rast nga gazetari ynë Sido Barka, i cilin e kemi në komunikim të drejt për drejt. Sido, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Sido. Po, mirëmëngjes Flori dhe Brikene. Në fakt, policia e Tiranës ditën e djeshme ka kapur 3 persona, 3 të rinj, të cilët janë kapur nga blut me lëndë narkotike të dyshuar kokainë. Konkretisht, Komisariati i Policisë numër 3 në Kryeqytet ka kapur Emilian Ciren, i cili është kapur me një sasi kanabis, ku është proceduar në fakt në gjendje të lirë. Ndërkohë, Komisariati numër 4 ka kapur një person tjetër, Elton Myftiu, i cili është kapur në fakt me lëndë narkotike kokainë, i cili është arrestuar në flagrancë. Policia e Tiranës, sektori i Shqiponjave, ka kapur një tjetër person me pas disa orësh, Landi Tanush, i cili është kapur me një sasi kanabis, i cili është arrestuar gjithashtu në kushtet e flagrancës. Jo vetëm kaq, por bëhet fjalë për 3 personat e cilët janë skeduar më herët nga policia sa i takon shpërndarjes së lëndëve narkotike, megjithatë vijojnë hetimet pasi janë sekuestruar telefonat e këtyre 3 personave për të parë kontaktet këtyre të fundit, sidomos në rrjetin e shpërndarjes së lëndëve narkotike. Jo vetëm të kanabisit, por kryesisht të kokainës, duket se policia e Tiranës tashmë ka hapur një luftë goditjes të kriminalitetit, tashmë tepër në bazë të operacioneve të njëpasnjëshme që ka finalizuar dhe vetë antidroga e policisë e Tiranës në bashkëpunim dhe me komisariatet e vendit, sa i takon goditjes së këtyre grupeve të cilet funksionojnë në disa zona të kryeqytetit. Megjithatë, sa i përket personave të arrestuar, ende nuk kemi informacion nëse këta i përkasin një grupi kriminal që operojnë në zonat të ndryshme të qytetit e Tiranës apo në periferi të kryeqytetit, ngelet për të parë në vijim të hetimeve, por ajo që ngelet për të parë janë dhe disa lidhje të cilet policia tashmë po i zbërthen pikërisht në goditjen e grupeve kriminale që kanë të bëjnë me furnizimin e kryeqytetit me lëndet narkotike. Kuptoj që një vëmendje e madhe mban dhe sezoni i verës, jo vetëm në Tiranë, por dhe jashtë Tiranës, sidomos në zonat bregdetare, ku policia në fakt ka nisur aksionet dhe kontrollet kundër fenomenit të lëndeve narkotike për shkak të numrit të madh të turistëve vendes, por dhe të huaj, ku rrit dhe rrezikun për konsumimin të lëndëve narkotike. Në fakt, mirë bëre që e preke pak e Sido, duke qenë se doja ta përmendja edhe unë sa i përket jo vetëm sezonit veror, por tashmë edhe kryeqytetit, ku gjithmonë më shumë, le themi, po bëhet më i hapur, qindra mira turist vinë dhe vizitojnë Shqipërinë jo vetëm për sezonin veror, por edhe gjatë festivaleve të ndryshme, të cilët shumicën e rasteve janë të rinj, të cilët mund të jenë edhe konsumatorë, duke e parë Shqipërinë se ndoshta një vend i cili mund ta gjejnë lehtësisht, pa diskutim që mbetet një punë shumë e madhe sa i përket policisë për këto të fundit, për të qenë në fokus kur vjen puna tek shpërndarësit, sikundër ka bërë arrestimin edhe e 3 të fundit. Ku është shtuar vëmendja më shumë ti, Sido? Nëse referohemi, le të themi, numrit të madh të turistëve, tek ata që vinë për ta vizituar Shqipërinë për pushime apo tek pjesa e koncerteve, se duhet ndoshta edhe një vëmendje e shtuar për këtë të fundit. Atëherë Flori, sa i takon personave të fundit të kapur gjatë 24 orëve të fundit, pra 3 persona të kapur në kryeqytet, kuptoj që kanë qenë dhe kontrolle rutinë të cilat policia i ka ndaluar dhe më pas gjatë kontrollet të ushtruar ndaj tyre janë gjetur dhe lëndet narkotike. Megjithatë janë persona të skeduar nga policia, pra le të themi të pikasur nga blut, ku janë bërë shpeshherë kontrolle. Por nga ana tjetër duket që kemi patur një intensifikim sa i takon goditjeve të lëndeve narkotike, antidroga e Tiranës dhe konkretisht policia e Tiranës në fakt ka kryer disa operacione të rëndësishme sa i takon goditjes së lëndëve narkotike. Kemi të bëjmë në fakt me një sofistikim të krimit kohët e fundit, pra në Tiranë nuk lulëzojnë më drogat tradicionale, kanabis, kokainë apo fatkeqësisht dhe heroina, por janë dhe droga të reja, aq më tepër përpara 2-3 vitesh droga sintetike të cilët u futen, por tashmë kemi të bëjmë dhe me droga të cilët vinë në formën e karameleve tepër të rrezikshme, sidomos për konsumatorit të rinj të cilët pikasin grup moshat e reja apo personat të cilët frekuentojnë jetën e natës, duke mos harruar këtu dhe ekstazin, ku është goditur sërish nga antidroga e Tiranës. Megjithatë, sektori kundër lëndëve narkotike dhe trafiqeve në policinë e Tiranës duket se ka ngritur një mekanizëm në goditjen e këtyre grupeve. Tashmë në Tiranë nuk bëhet fjalë vetëm për shtetas shqiptar të cilët janë të përfshirë në shpërndarjen e lëndëve narkotike, por kemi patur edhe shtetas të huaj të cilët kanë rezultuar të arrestuar në kushtet e flagrancës nga policia si shpërndarje
shpërndarjes të lëndëve narkotike. Kuptohet që jeta e natës në zonën e Ishbllokut, në zonën e Ishparkut, por dhe disa zonat të tjera në Tiranë edhe zona e Ishfreckut, në fakt ka qenë shpesh herë një vatër, le të themi, për shpërndarjen e lëndëve narkotike, por dhe të armëve të zjarrit, gjithashtu të goditura nga policia, por duket që kemi patur, le të themi, një shpërndarje më të gjerë të këtyre fenomeneve, aq më tepër duke përmendur dhe rastet e cilet lëndët narkotike janë sjellë me post edhe nga shtetet e largëta si Amerika, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kanadaja, Tajlanda dhe vendet e tjera. Megjithatë, duket që kohët e fundit ka patur një shpërndarje dhe një rritje të themi dhe të shtetasve të huaj të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Kujtojmë përpara një muaji një stetase amerikane e cila kishte pak ditë që kishte ardhur në Shqipëri teksa u kap nga antidroga e Tiranës si porositesja e dyshuar për disa 6 pako konkretisht të lëndëve narkotike në formën e karameleve, të cilët ishin poroshitur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe pse ajo dëshmojnë që nuk ka dieni në lidhje me pakun, pasi kishte porositur një tjetër paku, por asaj ka mbërritur një paku tjetër. Megjithatë ishte një dëshmi jo bindëse për policinë dhe ajo arrestua më njëherë. Sa i takon fokusit, kuptohet që lokalet e jetës së natët, por dhe Bregdeti kryesisht, sidomos duke nisur aktivitetet dhe themi dhe bizneset private në Bregdetin e Adriatikut, por veçanërisht në Bregdetin e Jugut, sidomos në Sarandë, në Vlorë, në Himar dhe qytetet e tjera bregdetare turistike tashmë në Shqipëri, ka një fokus të veçantë për shkak sepse ka patur të paktën gjatë viteve një rritje të shpërndarjes së lëndëve narkotike. Megjithatë, policia vijon, le të themi, hetimet jo vetëm kaq, por dhe me blerje të stimuluar, ku shpeshherë kanë arrestuar për shpërndarje të lëndëve narkotike, duke i bler atyre, duke u stirur pra sikur janë klientë të ndryshëm, në këto kushte janë kapur në kushtet e flagrancës nga policia e Tiranës. Megjithatë, janë goditur dhe disa furnizues jo vetëm shpërndarjes së lëndëve narkotike në Tiranë, të cilët kanë rezultuar pra se furnizonin një vetëm kryeqytetin, por dhe disa zona dhe disa qytetet e tjera të Shqipërisë, si në qytetin e Shkodrës, Elbasanit, Vlorës e të tjerë. E qartë, si do ishte shumë i saktë në panoramën e përgjithshme që na bërë në luftën sa i përket të policisë ndaj lëndëve narkotike. Faleminderit e Sido. Falenderoj.